Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, mirë se takohemi edhe këtë javë në Z Podcast. Këtë javë kemi një temë atraktive, interesante, do flasim për arkitekturën dhe me ne në studio është Ideal Koshi, cilit I dëshiroj mirësati. Ideal, mirëserdhet. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Na tregoj çfarë rëndësie ka arkitektura për jetën e njeriut. Thuhet ne ndërtojmë mure, pastaj muret na ndërtojnë neve. Sa qëndron kjo? Edhe njerë faleminderit për ftesën, edhe jam të vërejtë që ka me ardhi mundësie e mirë tash me shpjegu një situatë këgja në të rëndësishme rreth kësaj teme. Në fakt, arkitektura është njihet si art që nuk mundet vetëm me formu mure ose vetëm me formu hapësira, por njëkohësisht ai formon edhe karakteret e njerëzve. Për shembull, shumë herë na e shohim që është boshti kryesor I njerit zemra. Për shembull, zemra në këtë rast, në momentin që rrethohet pe gjanave ndryshme, ajo ka mund ndiku. Ashtu sikur edhe njeriu që ndikohet si qenie sociale, për shembull në këtë rast. Por edhe njeriu si qenie ka rëndësinë e vet nëse sillet rreth tij harmonia, qetësia, edhe fleksibiliteti, hapësirës së tij. Edhe kjo I jep me kuptu që si arkitektur nuk ndikon vetëm pse ki mure, po ndikon për shkak se ai ta rregullon mirëqenien tonë brenda hapësirës tonë. Qysh e rregullon mirëqenien ose pse pat nevojë për arkitekturë? Unë mund ta kisha ndërtuar këtë murin këtu si drejt, sikur pak më shtrenjtë, çka kish ndiku te unë? Po arkitekti në përgjithësi ambientin ose hapësirën e sheh në përgjithësi. Që jep me kuptu që klientin këtë rast, ose dikush që ka nevojë për arkitekt, e sheh në veçanti. Për shembull, klienti shohim që e sheh vetëm një pjesë pozicionit të objektit të tij, pjesën e televizorit, pjesën ku gatuan, pjesën e dhomës fjetës. Ndërsa arkitekti fillon që po sillemi përsëri prej zemrës së objektit, kur rregullohet zemra e objektit në këtë rast, pastaj çdo gjë rreth saj është në përputhshmëri edhe në harmoni me njëra tjetrën. Edhe këtë rast arkitekti e sheh në përgjithësi krejt hapësirën, edhe për ato është e nevojshme për klientin dikush që është profesionalisht I përgatitur në këtë aspekt, sepse ja mundson në këtë rast njeriu që brenda hapësirës vet me pas një kontinuitet që e ka të vazhdueshëm çdo gjë. Prej hymjes deri te salloni, deri te qëndrimi ditor që e cekëm, deri te kuzhina, dhoma e fjetës e gjëra të tjera. Ideal tash një kohë gjatë merresh ke përvojë me klient tek knapi. Si flet për zgjedhja e stilit, dizajnit, për karakterin e vet klientit ose edhe në përgjithësi, çu ndikon kjo arkitektura te karakteret e njerëzve? E morën vesh që po ndikoj ka. Po realisht në shumë edhe në intervista tjera që kemi pas kemë lënë me kuptu që vetë pëlqimi I një ngjyre ose një hapësire tregon edhe për vetë karakterin e atij personi. Na zakonisht një herë e bëjmë një grup në rrjetet sociale bashkë me klientët dhe klientët kuptohet që ai nuk është veç vetë, ka një numër shefin kryesor, ai që fol kryesori. Në këtë rast me fëmijë që ka rrethin e ngushtë. Edhe në momentin që e bëjmë këtë grup, na ju nxisim që ata me hulumtu rreth shijeve të tyre, sepse secili ka shije të veçantë, edhe I ndërthurim në aty shijet tyre, edhe I vim deri tek më e mira e mundshme, si për aspektin e krye familjarit, fëmijëve, dhomave të fjetës. Po si çështje që le përshtypje është që kush e ka një ngjyrë të veçantë, jep me kuptu edhe për karakterin e tij. Këtë rast për shembull e kqyrëm çka ndikojnë ngjyrat për shembull në një ambient? Po ngjyrat ndikojnë shumë. Pse? Sepse në bazë ngjyrave që ti pëlqen, ti e definon edhe çfarë tipi je. Për shembull, në këtë rast, nëse ti e pëlqen shumë të kuqen, shihet që je një njeri që ki qef shumë, je I nxitueshëm, mi kry punë të shpejt, ki qef me pas dinamik të kohës shpejt, edhe në këtë rast kjo nuk do të thonë që ti je njeri që nuk e bën më të mirën e mundshme punën tonë, po
dinamika e madhe e jetës përditshme, ty ta ka mundësu që me kana si karakteri. Edhe vërejtë ta tipa e do një ngjyrë të veçantë. Ka për shembull është ngjyra e tokës. Përpara për shembull nuk është kuptu mirë ngjyra e tokës, më shumë ja kanë identifikuar fermerëve, po në fakt tash po del se ngjyra e tokës, ngjyra që përdoret e ngrata, jep me kuptu që të njerëz që dojnë qetësi përdoret shumë, nuk do me thonë që është e një pozicioni edhe një karakteri të veçantë. Nuk do me thonë që është vetëm për fermer, o do me thonë në këtë rast ngjyra e tokës ty të bën me kon sa më afër origjinës, këtë rast që është toka prej ka edhe kemi prej ardhën na. Për shembull ka ngjyra tjera, për shembull që e kaltërta, dikush që e don ka qef ka ta nxit drejt qetësisë që kish qef me kqyr qiellin, kish qef me ka ma relaks. Edhe kjo tani në bazë që ty në preferencave të njerëzve, ti e kupton sakt për shembull pse ky e don këtë ngjyrë. Nuk mundesh për shembull me ditë 100% çdo gjë që i pëlqen, po bazë ngjyrave ti e kupton edhe çfarë personi ka. Plus luan rol të madh jashtëzakonisht. Përveç ngjyrës, luan rol të madh edhe profesioni, çfarë profesioni ka klienti këtë rast, çka lexon, çfarë ide ka tjetës vet, çfarë dinamike të punës, sa ka strukturën familjare. E tjera, shumë gjana ndryshme. E përmend këtë pjesën e grupit, do të thotë konsulta me gjithë familjen për të përzgjedhjen e një arkitekture. Në një shoqëri siç jemi në tranzicion e sipër, sa sfiduese është a ndodh këtë përplasje mes prindit edhe fëmijëve ose bashkëshortësve në mes veti, kur e dim që mund të kenë shije të ndryshme dhe ti jaj që duhet ta gjesh një version final që i bën bashkë gjithë. Shumë herë më pozita jo të mira, për shembull, më ka ndodhur kur fëmia i klientit ka kajt në zyre. Unë e pedu që ta prindi ka tentu me e imponu diçka tjetër. Edhe tash, unë sinqerisht, unë isha pak edhe se emocionalisht unë emocionojsha për shembull kur e pasha çikën ose djalin këtë rast që kaj kish ke qef. Se në këtë rast edhe fëmia kur vjen në zyrën tonë e një farë lehtësimi, e një farë qetësie që mundet me folë si me një mësues, si me një kujdestar. Ka raste kur për shembull edhe prindi ja imponon fëmijëve vet, po ka raste ku secili lën me zgjedh ato që dëshiron. Për shembull, zakonisht bile na bëjmë edhe pak hajgare, po burri zakonisht nuk vetet gruaja. Po. Edhe unë kam thënë në një emision tjetër, burrin veç e ngaj kështu në thot, edhe ja bëj rrafsh, në fund e di kush vendos, ai s'vendos as i shka menja, kështu që e ngaj. Historikisht ka ndodhur kështu. Historikisht s'po më thonë që s'ka burra në Kosovë, ka burra, po historikisht e vrej që ka gjatë shumë është e ndihshme kjo situatë. Edhe pse e vrej që mundohet burri pak më dhon vetës trimëni, po e di që në fund në çdo gjë e vendos ajo që po çndroj ka edhe tek pjesa arkitekturës ajo fraza burri është koka ndërsa gruaja qafa. Është shumë e vërtetë, se vati hava ti jep zor, ai burrin këtë rast për mu sill gjithçka e sill gruaja. Kështu që ka raste më me thonë që ndryshme. Po ka raste që për shembull ka mirëkuptim, janë familje që për shembull intelektuale jashtëzakonisht, ku secili kanë mirëkuptim me njëri tjetrin. Jo që ata tjerë nuk janë intelektual në atë kuptim, po e kanë fjalën që dikush e din çka ka me vendos për veti, dikush për veti. Po është edhe një ngarkesë te na, për shembull, që njerëzit kanë filluar me vedisu këtë situatë. Për shembull, nuk e shohin më arkitektin si person që do të me orë me kry punë, po ja ka nis me cilësu edhe me vlerësu arkitektin si diçka bazë për jetën e tyne. Jo për shembull unë të marrë dhe ty si arkitekt edhe në këtë rast çfarë thonë unë ke më bë. Pa ai të ndëgjon mirë, i ka kërkesat e veta. Edhe ti jashtëzakonisht fillon tani masanena edhe si arkitekt i lirë për me kon në raport me ta çka kimë vendos, çka kimë rregullu. Kjo pikë është shumë e rëndësishme. Çka ta mund kimë bë zakonisht e përdorim shumë. Unë po paguaj dhe unë bëj çka të dua. Unë vi me një kërkesë të çuditshme. Dëshiroj ta bëj një objekt, por nuk e marr parasysh faktorin social, si ndikon ajo far rregulla urbane ka. Nuk e marr parasysh faktorin e ardhmërisë si është plani për një qytet për pas shumë viteve. Sa është sfiduese kjo pjesë? Kanë klientët janë të vetëdijshëm për këtë pjesë ose si ja bën ti kur një dëshirë e klientit është në disproporcion me këto kërkesa tjera sociale këto. Ndërhyn? Kjo unë e shoh në diçka që jo vetëm në aspektin e interierit ose eksterierit, po edhe në aspektin e qytetit. Luan rol të madh çysh e bën mundi njëri. Për shembull, brenda një qyteti, po edhe brenda një hapësire ose brenda një lagje, nëse fëmia nuk ka kolon, ti nuk e ke arrit normën e duhur si arkitekt.
nëse mbrana një hapësire, mbrana një rrethit si lagjës ose qytetit, plaku nuk njihet me identitet të vetin që ka punu më herët, ka qenë pjesë identifikuese e atij vendi, nëse nuk e arrin edhe plaku këndjen, ti nuk e arrit për shembull me pas këtë farë logjike që si arkitekt ke pas diçka për në të ardhmen. Po ashtu edhe njeriu edhe qyteti edhe shoqënia do të një pjesë e komunitetit. Edhe gjitha këta faktorë e shoh që për shembull është problem me i cek me një takim me klientin. Edhe në këtë rast e shohim që klienti e sheh vetëm pozicionin e vet. Po kur e sheh pozicionin e vet, na e shohim që gradualisht fatkeqësisht, më thon, mas pari klientin jo shumicën, po do të me eduku një herë, pastaj me fillu me projektu për ta. Kur them ku do të pjesë me eduku është, nuk e kam në atë qëllimin që me përbuz, po e shoh që do të me ditë klientit e kush ardh, në këtë rast, a ardh arkitekti apo ardh një pjesë tjetër e profesionit. Por shumicën e rasteve, si populli jena jashtëzakonisht i kuptueshëm, jashtëzakonisht i mirë, edhe shumicën e rasteve kanë përvoja jashtëzakonisht mira me klient, edhe pa marrë parasysh që klienti ka nevojë mu rrëfy, edhe vrej që ka nevojë se shtëpia vet është edhe pjesë identitetit ti, edhe kur e qet komplet identitetin e vet, rrëfimin e vet, e shoh që unë shumë ma lehtë tani vi deri tek zgjidhja adekuate. Çelësi kryesor, që është që klienti ka nevojë mu rrëfy për hapësirën e vet. Edhe ka nevojë mu ndjej pjesë e familjes ekipës që po projektojmë. Jo me majt një lloj stafi arkitekti. Unë shpesh ju them edhe masi rregullohet diçka ose ndërtohet diçka, zakonisht e preferoj që klienti mos me ardhë me mua gjatë realizimit. Jo për shkak që unë e la ose ekipa jon lën diçka jo në rregull. Po është e njëjta mënyrë sikur te doktori kur shkojsh edhe keni të afërm që hin mrena edhe don më bë operacion. Normalisht, ai dyrt ti mshel te operacioni nuk i qasje me himte. Arsyeja pse është se ti nuk je i fushës, edhe nuk mundesh me kuptu. Në momentin që tenton klientin në këtë rast, ai me hy bashk në sallën e operimit me ty, pequj këtë pjesën e punishtës, e kupton sakt që ai bëhet konfuz, a thua vjen shtëpia që shokon. Edhe pse vjen. E në këtë rast e shoh që shumë gjona po do të më cek me fillim, sepse normal kur ti jep besim, kur ti jep besim edhe në koste që ka me shpenzu, ai tani mas këto gjona të le realisht në dorë sigurt tonën. Ndihet ashtu. Ideal qyshe ndërtesa që po bëhen kohëve të fundit. Njeriu postmodern karakterizohet edhe me një lloj egoizmi të tepruar, një lloj egocentrizmi. Duket sikur edhe ndërtesat e reja po bëhen sikur më të mbyllura, po një botë individuale, edhe ndërtesat po bëhen më të tilla, po largojnë këtë pjesën sociale mes njerëzve. Fatkeqësisht qyteti është të ndo pak shoqërinë, është të ndo gjeneratën. Në fakt qyteti duhet mi bashku njerëzit. Qyteti është si strukturë që njerëzit duhet me kanë pjesë e përbashkët e një komuniteti. Mu shpesh më ka rastis, kur im konë gjatë studimeve, na kanë dhënë me bë një farë analize të ndërtesave të ish Jugosllavisë përpara që jam bë. Dhe pa më parasysh që aty ka pas arkitektat njohur, shqiptar, kroat, bosnjak, nuk njihet vetëm si shtet që o kanë vetëm i një qytet, i një popullate. E kam vrejt një detaj që mund kalon bresa jashtëzakonisht madh. Për shembull ndërtesat para se mu realizu në vend, janë konë të analizume. Do me thonë, nuk ka ndërtesë që nuk i bie dilli në pozicionet veta të veçanta. Nuk ka ndërtesë që si ka dy pozicione, për shembull ka pozicionin ka qyteti, po edhe ka pozicionin që don qetësi nga parki. Do me thonë, kur në momentin që ka fillu me u bë tani pastaj arkitektura si lloj komercializmi, këto gjona tani kanë fillu mu zhduk. Pse kanë fillu mu zhduk? Se e vrej që tani ma shumë e ki dertin si edhe si arkitekt, edhe si ndërtues, e ki dertin sa banesa ti të zënë që i vend që aty. Çfarë kërkesa ka në klientin nuk e ki, po e ki gajlën për shembull çfarë sa ndërtesa i zënë që i vend që aty. Edhe në këtë rast e shoh që për shembull lun rol jashtëzakonisht madh, edhe ky pozicion që njëri edhe se arkitekti, po edhe ndërtuesi me pas si dëshirë të vetën misionin e vet në këtë jetë.
objekti ose klienti nxit për me fillu ti me bani një projekt, me zhvillu një objekt. Ndërsa objekti ka me qëndru edhe masi sjeti, masi s'është klienti. Edhe pyetja nuk është çka ndërtojmë tani pastaj, por çfarë ndikimi kena lënë na si arkitekt, si shoqëni. Cilën është ideali më ideale? Çfarë bukurie ka apo çfarë ndikimi pozitiv për çon ajo? Padyshim çfarë ndikimi pozitiv. Unë desha me lidh si moto tim. Që ne tërheqemi më shumë nga estetika. Kalojmë dikon themi sa e bukur që nga kjo, jo. Po në fakt estetika dhe funksioni janë një. Edhe në momentin që ne e bojmë vetëm estetik diçka, gradualisht fillon ajo me të bë muni i lodhshëm, i mërzitshëm. Por kur jam veshëm edhe mishërojmë edhe me funksionin, atëherë na e shohim që ato mishërohen me njëra tjetër. E kur të mishërohen këto, ty të bojnë mundi mirë edhe psikikisht edhe emocionalisht edhe të gjitha. Edhe pse ndoshta mund të bindesh ndonjëherë, diçka mund të rri bukur, por për pjesën e interierit sidomos, por nuk është funksionale. Ka rastisë që tash më kujtu, kohëve të fundit e lexoja surën Rahman, edhe është jashtëzakonshme qysh si sure e ndërthur harmoninë në univers, ku me bë me ditë, me rregullu sidomos këtë rast arkitekti ose kushdo tjetër çat harmoni të universit brenda në tokë, këtë rast edhe arkitekti brenda shtëpisë, brenda rrethit, e sheh sa mirë çdo gjë është në vendin e vet. Se për shembull e lexoja që gjithçka në harmoni. As ditë për shembull Zoti krijoi Koranin, njeriu, ne ka mësuar të folurit, pastaj doli në qiell, e krijoi hanën, diellin me lëvizje të saktë. Qielli është i saktë në harmoni. Kur ti nisësh në çet parem, edhe analizon jetën tonë që je në çet parem. Edhe ki profesionin tënd çet parem, të më thonë me bë harmoni. Tani pastaj është mision shumë i madh. Pse? Se tani ka harmoni baba, nana, prind, gjyshrit, fëmija, edhe kështu ti je në një farë mënyre lën ndikim jashtëzakonisht madh. Sepse arkitekti nuk varet sa ndërtesa i ka ndërtuar sa nalta i ka qu. Por varet për shembull çfarë ndikimi ka lënë masi sa shtaj, sa shumë kanë zgjatë ato ndërtesa. Për shembull, çfarë ndikimi, çfarë emocioni lën, çfarë ndjenje jashtë njëri, edhe nëse s'është arkitekti, por kur të hishti, që thu për me këto ka emocion të veçantë, ndihesh mirë. Ti si njeri i kufizum, je brenda ligjeve. Kur ti je brenda ligjeve, ti duhet jo mi shpikse, po duhet mi gjetë, mi zbulu çato vijat që Zoti ti ka lënë tokë, që ti me mujt me qiti çka të bukur. Për shembull, asha sa dush unë si arkitekt, vendosin ngjyra të bukura. Nëse marri vetëm një lul, edhe i marri gjitha ato përqindjet që i ka pas luleja në këtë rast ngjyrave, edhe i vendosi si pigmente mrena hapësirës. Deshte, si t'ish mrena, ki muni mirë. Se vetë krijuesi ka vendosur ngjyrat aq bukur në lule, kur ti dimi përdor në hapësirë që ato ngjyrat, një lule të caktuar. Nihesh jashtëzakonisht mirë, edhe kur ndoshta edhe nuk ka vija drejta dikon, po ti nihesh mirë mrena hapësirës. Nihesh bukur, nihesh relaks, nihesh në harmoni. Sepse gjoja kryesore që përcikëm na është edhe harmonia. Që kjo, harmonia që ti nihesh mrena hapësirës. Për shembull, na e ndajmë objektin. Dojmë me bë për shembull një banesë, ulemi bashkë si ekip, i thojmë cila është pjesa më e ndihshme që bjen sy direkt, është që kjo. Po mrena pjesës ndihshme që bjen sy direkt, cila është edhe një pjesë tjetër më e ndihshme, është që kjo. E ndajmë në 3 pjesë. Kur rregullohet këto pjesë të ndihshme boshti që i thojmë na zemra e ndërtesës, çka të sillet rreth. Tani e mo përputhet me njëra tjetrën. Pse se ti e ke gjetë problemin me start. Sikur për shembull edhe në aspektin fetar, kur ti e rregullon zemrën, çdo gjë është në harmoni me njëra tjetrën. Edhe për shembull, zemra është pasqyra e dritës Zotit në këtë rast. Edhe ti në këtë rast do të më po një farlloj pasqyre që reflekton dritën, kënaqësinë, harmoninë brenda hapësirës. E si e gjon ato si arkitekt që është jashtëzakonisht punë jo e lehtë, për shkak se tash shpeshom edhe aplikimi i inteligjencës artificiale. Njerëzit janë të tentuar me mendu që kanë arrit një zgjidhje, po në fakt ka me tregu edhe koha që s'ki çare pa u kthy te profesionisti. Për shkak s'ki çare pa u kthy te mjeku, te gazetari, te përkthyesi, te arkitekti.
për shkak se shpirti edhe mundësinë që ta jep këtë rast profesionisti nuk mund të na dhoni një diçka që është teknologji e veçantë. Tani për tani apo edhe për një të ardhme të afërt ose të largët? Si evolimi i teknologjisë është jashtëzakonisht. E ke fjalën për teknologji? Po, për AI-n. Nuk më duhet përkthimi mua sepse nuk e ka shpirtin e asaj. Nuk më duhet mua sonte as arkitekti. Se ki vetë E kam një AI, një program që i bën bukur mirë. Çfarë keni përparësi çati, për shembull. Kur t'ia lësh për programe tjera. Ja, keni përparësi. Për shembull kur t'ia lësh ti përgjigje çatit, ato as e ka bën nervoz gruaja, as fëmia. Ajo robot, çish të lëfsh ai ta kthen. Kjo është një përparësi jashtëzakonisht e madhe. Për shembull, se ti mundesh me vetë një person konkretisht pa veti, nuk më duhet ideali sot sepse interierin e dhomës time do ta bëj me një aplikacion. Jo një aplikacion tjetër i cili është i specializuar për këtë. Pse nuk bën kjo? Po jo pse s'bën. Nuk po them se s'bën. Unë po them realisht që është diçka që nuk do ta bën më mirë pas 10 viteve, më mirë se sa ideali ky program. Sepse njeriu është zanatli i diçkafit. Edhe në këtë rast, nëse ti je një profesion caktuar, ti dimi kërku diçka, në këtë rast inteligjenca artificiale ai ta ofron mundësinë bazë dëshirave tua. Zanatli në këtë rast është ai agenti që i ka bërë AI-n që të më përgjigjet mua. Po, çaj zanatli në këtë rast, që do më mëson gusht as do më shuaj. Edhe në këtë rast, për shembull, çka deshta me cik, është që inteligjenca artificiale është e mirë, jashtëzakonisht e mirë, nëse ti je konfuz në ide. Por në të ardhmen, kur ti dën me ditë çysh je si strukturë e familjes, duhet studim. Për studim mund ta bëj edhe AI. Po mund ta bëj edhe AI në këtë rast studimin, mirë po do të më mbledh ti këtë familjen që thotë japet, më mbledhëm këtë familjen, tash ti kjo s'ka zgjidhje. Domethënë i mbledhëm do të më mbledh këtë struktura e familjes edhe mu studiu nga fillimi deri në fund për shpirtin që i vjen çasaj që më thon çasoj familje. Po është edhe një gjë tjetër. Në këtë rast inteligjenca artificiale ty të njeh si karakter. Edhe thotë kjo duhet ty mbas informatave tua. Mirë po, në shumicën e rasteve. Gjë të cilën e bën edhe ti, pyet profesionin, e pyet hapësirën, zemrën. Po, mirë po në shumicën e rasteve, arkitekti në këtë rast duhet më akallzu klientit kurimin që ka. Për shembull, sikur mjeki ti e din që ky hap bën dëm, po e keni shkrim, keni terapi që e lexon dikun edhe e pin pa recetën e mjekut. Në këtë rast, mjeku është ai që ty të analizon me etapa. Edhe në këtë rast, nëse unë në këtë rast qëndrimin e kam përballë, edhe thotë, "Qëre, unë jam gazetar. Jam njëri që e du qetësinë. Jam njëri që kam qef me kon relaks në shtëpi. Po më pëlqen e kuqja. Ose më pëlqen një ngjyrë tjetër." Kjo do më thonë shumë, jashtëzakonisht shumë. Sepse këtë komplet, që të karakterin tonë, veç një pozicion i ngjyrës tonë që e ke marrë ti, që të imponohet me desh që ngjyrë për shkak punës tonë të përditshmërisë, ty nuk lën më kthy në origjinë tonë. Me koni kurum, për shkak ti që ki qef me koni një djalë për shkak që i qetë, ki qef me lexu, ki qef me pushu. Amo ti çka ne bën shtëpinë këtë kuq. Edhe ki qef se më pëlqen e kuqja, kom po dikon rrin mirë. I kërkoj çatit ose diçka, po okay, e kuqe. Amo nëse ndalesh edhe fol me arkitektin, personalisht, në mënyrë psikologjike. Thu, po duhen çështo, kush kishte shtëpia më një rahat, mos më duk që komplet shtëpia më ka rënë mikuk. Po më një rahat, më një qet. Atëherë detyra arkitektit, profesionist, është se na përdorëm ChatGPT-n, veç kush të kallzon, po është mënyra ndryshe e përdorimit që me qit në pa idenë tonë si arkitekt. Edhe unë mendoj që në këtë rast inteligjenca artificiale veç e shfaq arkitektin e mirë ose gazetarin e mirë, veç e shfaq. Për shkak se e ka nuk e shes si kërcënim. Jo, s'ka shans për ndryshe, për kundrazi, unë e shoh si dobi jashtëzakonisht e madhe. Vetëm e shoh si diçka e mangët që mund mu lazdru. Në këtë rast me marr informacionin e gatshëm. Sa e lexon një libër, te i ki shkurt edhe e lexon edhe me ato. Gjë që unë personalisht më ka ndihmuar shumë për kthim, sidomos në librave, sidomos edhe nëse kam gjuhë tjera anglisht, arabisht, frangjisht, i marri për kthimi është jashtëzakonshëm. Plus asaj është që mania dhe karakterin tem ma përshtat si arkitekt që shumë dohet. Kjo më ka vyt shumë. Edhe tash kur të shohim, kjo është si mundësi shumë e mirë. Mirë po,
theke një profesori joni, theke inteligjenca, këtë rast kompjuteri atër theke, mundet me bo çka dush. Veç mundet me pas shpirt poetit. E shpirt poetit a probleme pas. Mënyrën, thonjen. Aureolën me dhonë për palla, është pak problem. Na shta i rosh pak në fije, qëndrim se unë ishe me më gjujt tak. Ja dole disi. Më do këta mirë jam kon, mirë. Ku frymëzohet një arkitekt? I duhet të shetis në përbot? Njash zakonisht nuk e kem ditë fillim, po tash e kem kuptu që jo që si kem ditë për shkak se si kem fons informacione, po në tiki shumë herë, shumë shpesh, që përpara na i na kon si popull që i na kon kufizum në udhtim. S'kena pas viza, s'kena mujt me shku dikon. Edhe shohëm që jashtëzakonisht ndihmon udhtimi. Udhtimi dhe fotografimi i gjanave që ishe për rreth. Sa më shumë udhton, aq ma inspirues je. Për shkak se vetë fjala inspirim unë e shoh edhe si pjesë që që të vjen në moment. Jo që diçka ti dohet me u përgatitë, me pas një farë kohë gjatë. Për shembull ndodh raste, unë punoj të ditën, po si kallëzoj klientit, në fund e fshi krejt. Vazhdoralisht. Për shkak se nuk ka diçka, nuk shkon diçka. Ka raste ku nëse dhe me shfrytzu në 2 natës të vjen një ide të më shkru. Ajo hub nesër. Inspirimi është çështje që dohet me shfrytzu në moment. Jo me thonë, për shembull, një shtëpi jashtëzakonisht e mirë malore pa dal, edhe isha shumë gjendje inspiruese, kisha qef. Edhe thash pelo për nesër. Kur më kujtu gjatë leximeve që kam pa, që nuk më milon gjanat e sotit për nesër. Arkitekti një letër si poetët e mëhershëm. Po, tash e kena edhe telefonin edhe po kur edhe u çova edhe më një herë e bona skicën, edhe nesrit kur u zgjova mëngjes e pash që nuk e kisha të njëjtën frymëzim, njëjtën inspirim. E vërejta që ajo më ndihmoi shumë që kisha pas shkruar. E inspirimi është çështje që vjen aty për aty, normal, po do të me pasti për ata kur të thosh, o mi me fotografu. Jo më thon kjo s'u vyn, fotografuoti, leje dikon. Për shembull, tash më mend, te xhamia e 4 lullave, që është renovu, hyna në xhami në Pej, e vjetër, shumë e mirë, shumë tepër e mirë. Se po lidhet bashkë edhe me inspirim. Edhe e posh guri natyral, guri i vjetër, ja këshin dhoni ndreqim në tokë, edhe kër i mshik reliefit gurit, o do kështë shumë interesant. Edhe unë e fotografova, se më pëlqej shumë, më dha ndjenën kër i na mërë. Po kër na erdh pozicioni këtu për me projektu, te xhamia 4 lullave, e posh që është si surprizë për xhamatin kur hem kë. E pash që muna me bon një zgjidhje të veçantë. Çka bënëm, na? Rreth e bënëm atë gurin imitim, për shkak se kena na marume me gur të moqëm. Edhe e bënëm këtë pështetën, sidomos plesh që kanë qef më pështet, me kanë me dru edhe me ia dhon ledi ndriçimi me ia dhon gurit. Këto nuk po di me ta shpjegu çka çmir ka dal, po në terren kur del shumë bukur, e shohim sakt. Ose për shembull, inspirimi tjetër është dera e xhamisë 4 lullave. Që na mbledh si ekip edhe kena mendu çysh me bën një derë të veçantë. Për shembull, dyert janë jashtëzakonisht shabllon në xhamia. Po. Një arabeska, patern, që si ka diçka. Po kur në fillim mungesa e fundeve, e vrejshëm na që do të me bën një derë thjesht. Edhe pom që dikush bëdën me investu, me bo një për shpirt nonës me maru një derë xhamis. Edhe në këtë rast me sbashku komplet me ekipën, aty i thama diçka, tash do të me bo një derë jashtëzakonisht veçantë. Nuk është diçka që neve na imponohet me bo. Edhe çka bënëm komplet me thepa, dera është 3D, i ka thepat që vjen fokusi te dorza e derës, që është 4 ore, jo 4 ore, po pak më e gjatë, që identifikon qabën. E kur të këshush pis larkut, do këtë komplet rrethi që bëhat i sofave në qabe. Pa e njëkohësisht, tash, kjo puna arkitektave që thojnë je hi fellët, është edhe diçka kur t'jep ndjenjën e vijave, jep e kuptu që njeriu do të me hy tjetër në xhami, edhe do të me dalë tjetër. Kur thom tjetër, hi njeri me probleme, me ngarkesa, me qytjet lloje ndryshme, edhe ajo derë t'ja me kozu një farë lloj hijreti
tanin që keme udhëtu në vena një hapësire dhe keme dalë këtë tjetër. E shoh këto inspirime janë jashtëzakonisht të vinë aty për aty. Nuk ka diçka që ti përgatitesh. Po tu lexu, tu lumtu diçka, të po bot kuptimin e xhamatit njerëzve, këtë rast për xhamin e njerëzve. Mund me thonë që një ndër arsye, vetëm kjo është, domethënë që inspirimi vjen jo për shkak që kime studiu ti një kohë gjatë për një inspirim të caktuar, po komplet mbledhet brenda një kohe. Përmendet këtë pjesën e identitetit, sa mirët parasysh dhe a është sfiduese në një botë moderne truhet identiteti kulturor, shqiptar, fetar? Në fakt, problemi tek ne është që si shoqëni kena fillu me hu pak identitetin. Çdo festë që vjen na e festojmë, çdo festë që na ofrohet ne e festojmë. Ndodh kjo edhe në arkitekturë. Edhe një fal. A ndodh kjo edhe në arkitekturë? Po një lloj të huajsimi, kam parë në fund të botës ajo përket një tradite këtë të huaj, por ja që dua ta deshte, për shembull unë e kam zakonisht këtu jam me lokacion te Katërllullat, te xhamia e madhe e Mesit edhe Jashar Pashës. E shoh për shembull pa marr parasysh që ka shumë objekte janë harmoni me njëra tjetrën. Kur të hish këtu të këto lagjet e vjetra, ti ndihesh jashtëzakonisht mbrana një traditë. Edhe pse për shembull kur të këshosh kur të këshosh i njëjtës Panandori nuk është edhe muzeu, është austriak. Mirë, po çast ndërthurën në mesveti, arkitektura me njëra tjetrën, saqë ti ndihesh shumë mirë, shumë tepër mirë. Edhe kjo, për shembull, kur ti e humb identitetin, atëherë ndërtesat duken sikur kjo farë loja që ti ka karo me lut, kjo loja që luajshëm Tetris përpara që domethënë çysh të karo ashtu i ke qit se ke mungesë e identitetit. Kur ke mungesë e identitetit, nuk intereson për kërkujna çfarë ngjyre bën. Çfarë gjëra ndryshme. Për shembull unë më kanë treguar njerëz për shembull nëse projekton Belgjik ose dikon tjetër, ti do të më përshtat rrethet edhe lagjës që je. Do të përdor të njëjtën nguri, do të përdor të njëjtën dritare, mos me lënë dritare ku s'ka nevojë në gjanat intime. Kjo të na fatkeqësisht nuk po shikohet edhe kena mungesë identiteti. Vjen dritarja ku s'dohet, vjen në këtë rast dikon e ki për shembull qëndrimin ditor për ballti e ki një dritare të vogël të tualetit. Aty nuk ka logjik, nuk ka harmoni, nuk ka identitet, ngjyrat janë ndryshme. Ti nëse hyj tash Prishtinë dhe këshyre shikon jashtëzakonisht është e ngarkuar, tepër. Edhe kjo determinon shumë, edhe si karakter tonin. Je ma nervoz. Kur dash në rrugë tani të pengon edhe njëri me vetur tjetër. Ma probleme ki jone për veti si personalitet, ma probleme kam kur s'ka mundësi ku me parku kjerin, një orë, ta na me hi me projektu, së njeti non-stop njeri që je kreativ, kur ti ki gajnë mas pari një orë, qysh me parku kjerin. Kjo është mungesë jashtëzakonisht e madhe, kjo ngarkesë jashtëzakonisht e madhe, plus merret një rrugë mund ndërtu zgjat me vite. Atë çfarë ngarkesë është? S'mundesh ti me kon edhe produktiv, tani kjo pi individit bërë në shoqëni për shoqënisë, në krye qytet, në shtet, krejt. Që kjo problemi që e shoh mungesa e identitetit në ndërtim të na. Në islam koncepti i bukurës është i thellë, ka disa elemente. E shesi në tretje, në humbje konceptin e të bukurës dhe kufizohet vetëm në aspektin estetik, vetëm në kënaqjen e syrit dhe atë në afat shkurtër. Në fakt, shoh që për shembull njeriu është i krijuar me deshtë bukur, deshte. Po pastaj se çfarë është e bukur na determinon edhe nga faktorë tjerë. Po, çfarë sakt. Për shembull, çfarë është e bukur e shohim që ka faktorë jashtëzakonisht ndryshëm. Unë që e shoh si diçka të veçantë në këtë rast tek e bukura, është që nuk është veç ajo që e sheti me sy. Është edhe ajo që e ndjen ti. Ndjenja edhe kënaqësia që përjeton ti brenda një hapësire të veçantë, është ajo që e identifikon pastaj në aspektin po foli profesionit tonë të arkitekturës të bukura. Për shkak se ti mund të pas shumë ngjyra në një vend, po nuk është njëna që prin, po ka shumë ngjyra që janë çka përdera. Këto ngjyrat janë të mira, po këtë rast ti më shumë je i lodhur se sa je njëri që i don me pushu. Sepse sidomos në kohët fundit gjatë leximeve që pasha sidomos në aspektin fetar. Këtë rast e ka trajtuar jashtëzakonisht mirë e vërejta Ibn Qayyim el-Jauziye me mënyrën qysh njeriu si faktor duhet me tentu me largu mendimin e parë që i vjen në mendje. Pse?
Sepse momentin që ai bëhet dëshirë e vullnet, në momentin që bëhet ide, vullnet, pastaj dëshirë, e thot një fjalë jashtëzakonisht më pëlqy, më përpara e rënon një kodër komplet, se sa ja ik njeriu tani pastaj shprehin, edhe pse hiket ajo. Po e ki do të më shkruaj janë to procedura. E arkitektura këtu lën rol jashtëzakonisht të madh. Për shembull, nëse ti si arkitekt tenton hapësirën mrena po folin këtë rast, si individ, me ja rregullu që kur të vjen ai prej punës, për ngarkesave, që të mendimin e parë, me ja largu ngarkesës, ti ke arrit qëllimin. Pse? Sepse njeriu kur vjen, ka qef me pushu, e ka një televizor, që jashtëzakonisht tash debatet e lodhin njerin. Për shembull, e ka një televizor, e ka një amësi, e ka një bibliotekë ngatë, e ka një libër të mirë, e ti ja tenton që atë mendimin e parë ngarkesës gjatë ditës, me ja tentu përmes hapësirës me jek, ti e ke arrit qëllimin si arkitekt. Sepse nëse shkon ai te shtëpia, ka çrregullime ngjyrave, ka funksion jashtëzakonisht ndërlikum, ku për me marrni diçka do të më udhëtu mbrana dhomave, korridorit ose diçka tjetër, aty ngarkesa që e ka, ma shumë ka me nxit me nejt që aty i lodhën, edhe veç ka mu ngarku ma shumë, që pastaj nesrit ka me konë edhe ma i lodhën. Këtë rast të nunë edhe për shembull aktiviteti fizik, kur folim për harmonin. Harmoni është edhe nëse ti kujdesesh për trupin tënë. Qysh për shembull një njeri nuk e ka një kënd vetit të aktivitetit fizik, një kënd vetit të aktivitetit leximit, për shembull në bibliotekë. Gjitha këto, që po dalim tash edhe prapë te pyetja, që gjitha këto i arkitektit të mi pas të identifikume për klientin. Pa më parasysh ai dëna si dënë, ti duhet mi kallëzu që kjo të vynë. Se që kjo është e mirë, e mirë qenë për ty. Edhe në këtë rast desha që jashtëzakonisht ka ndikim të madh edhe pjesa e të bukurës, po në varet çka çojmë të bukur. Bukur çojmë diçka kur ti e ndjen që është e bukur. Kur përmendet versetet kuranore, mua më kujtua edhe një sekuencë tjetër tek profeti Sulejman alayhis salam. Është një pjesë interesante me histori me Belkizën, me një mbretëresh tjetër e cila kur e viziton Sulejmanin, atëherë si më i pasur, më i zhvilluar në kohën e tij, si dhuratë që kishte marrë nga Perëndia, ishte një pjesë e arkitekturës. E kishte bërë një pjesë me transparencë, sikur kjo tavolina që kemi këtu dhe nën të ishte një lumë që rrjedhte. Ajo nuk e kishte parë më parë, dhe me të parë atë u fasionua shumë sa që tha kush është ky njeri që e ka bërë këtë, ka menduar këtë, të shkoj edhe pas mësimeve të tij. Po mendoj ajo pjesa që murët flasin, këtë rast edhe po të kuptoj edhe shumë e ke lidh fort. Domethënë është që kjo është që për shembull pa më parasysh na nuk jemi në atë stazh, po kur vjen një klient ose dikush edhe e sheh thotë wow sa bukur, kush e ka bë, shkoj mas ti, këtë rast sikur Belkizja, është kjo misioni edhe e arkitektit. Është me bëni diçka të bukur që kur të hyj dikush mbrana, mund një jashtëzakonisht mirë. Ai në këtë rast ka qenë estetike ajo që ka po qenë diçka e veçantë. Që për shembull xham edhe ujë çudit këtë rast. Këtu është edhe roli i arkitektit mirë. Me bë sepse për shembull të na shumë dikon nëse bën gjëra të thjeshta, për shkak se punëtori ka më lehtë me realizu. Në fakt ti do të me dal tjetër nivel. Me bëni diçka të veçantë, që kur thotë ai diçka wow, dikon se pas na po. Kush është ai që ka bë? Që kjo është, kush është ai që ka bë, që ti ke ti më herët. Po mbi të gjitha, lun rol shumë edhe korrektësia. Mund kalon bresa jashtëzakonisht mëdha që unë mundona me praktiku. Edhe pse jam shumë larg, vrej mundona. Për shembull momentin kur vorroset një njeri në kohën e pejgamberit alayhis salam. Edhe pejgamberi alayhis salam tullën që vendoset në varr, ti di më mirë se edhe ki edhe teologjinë e kryme. E rregullon çaq mirë atë llaçin. Edhe i thot dikush për jashtë, i thot pse për prejka ajo komu mlu? Përgjigja e pejgamberit alayhis salam është jashtëzakonshme. Edhe Allah kur don kur një punë që bën ta përsos atë. Në këtë rast ishte në këtë kontekst po. Po mu më kalon bresat mëdha si arkitekt. Unë çfarë duhet të thonë unë si arkitekt, çu shkoj analizu tash. Ajo kur nuk u qel më i varr. Po. Kur. O kon mbrana. Kur të vi dikush ta shoh që është rregulluar, është. Nuk është diçka që e shet dikush. Jo, ajo është mbulume. Po. Mbulume me dhej. Po jashtë varrit. Përgjegjësia është e madhe kur e ka rregullu. Po jashtë varrit, unë arkitekti ose ai tjetri mësuesi. Po jashtë varrit përgjegjësia jote. Shembulli kur or mbrana varrit. Po jashtë varrit ti, nëse s'ki përgjegjësi që pe flasum na këtë far fjalët tonë që do të më anëresh njëri tjetër, më jam mundsu më anëresh parkingun. Kjo na mungon neve. Edhe si popull na mungon shumë, jashtëzakonisht shumë.
Kjo na mungon edhe si shoqëni. Ma shumë kem gale qysh me nga për një pozitë po caktume, se sa e kem galën për shembull Omeri kur ka thonë unë frigona një dele me thykamën në Irak, atje që ai tham Zotit i së ditë gjykimit. Po. E kjo që po flasëm, për ata po them nuk kam qef fort edhe mu identifiku, jo për shkak që jam njëri që s'kam qef, po nuk kam qef për shkak se është përgjegjësia zakonisht e madhe. Tani pastaj po i veshet gjithçka fesë në bazë individave të caktuar. Po. Edhe këto avim të vërtet për shembull është jashtëzakonisht mundësia jona e artë që na me reflektu si shoqëni. Sepse kur ti din me reflektu pozicion tonin, edhe nuk e sheh veten që je në fe, normal që je i përzgjedhur, po kur gjas ka ardhe në fund, se din funin kërkosh, atë ti duhet të punu jashtëzakonisht profesionin ton, në jetën tonë, realitetin ton, familjen tonë, e tjera. Ideal kemi shumë për diskutu, por mjaftohemi për sonte për kaq, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit. Qëndrem faleminderit shumë, unë po ta qef shumë sot me kon me ty këtu edhe e para se emisionit na me bisedu e vrejta që kena më knoq bashk, inshallah. Do ashtu ndodhi. Faleminderit shumë, unë të kam shok e jaran e ishe mashallah. Kënaqësia është e jona, faleminderit shumë. Dashur miq, ishte kjo epizoda e radhës e Z Podcast. Uroj të keni kaluar çast të këndshme dhe mbi gjitha të dobishme. E ne me kaq që përmbyllim këtë episod, deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje, natën e mirë.